E kam gjetë një lugë në vetur. Mu ka bën merak, mu kanë sprap punët shumë. Çfarë mendimi keni? Gjëja e parë është që besimtari nuk guxon me u bë vezvese prej asgjëje në botë. Vezvesja e shkatron njerin. Edhe nëse nuk ka kur gjë të vërtet në këtë që ke përmend, mjafton që të është bë, dhe më thonë, në trunë të është bë fiksim. Edhe ta çdo gjë që të ndodh në këto ditë deri të harron këtë meselën e lugës, ti kimi majtë mend që aty, luga, më ka bë dikush diçka, edhe po më ndodhin këto gjëra. Me të sprap punët, dhe me shku punët prap, janë gjëra që ndodhin. Por nuk është detyrimisht me e lidh ti me çështjen e lugës që ke gjetë në vetur. Jo, larg dyshimeve, larg paragjykimeve. Ka ndodhur kaderi Allahut me gjetë lugën edhe me ndodh një rast i caktuar me të llovit punët pak ti, pse pe lidh me njëherë me çështjen e lugës. Na parimisht duhet të mendojmë mirë për Allahun, të mendojmë ka e mbara. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë për gjërave që më shumë të habitin te besimtari është mendimi pozitiv. Me qenë shumë optimist. Me ditë që kaderi është në dorë të Zotit. Me i marrë sebepet, me dal me bismillah prej shtëpisë, me dal me abdes. Me i fal namazin, me dhënë sadak her pas here, me bë dhikrin. Edhe leje që është në dorë të Zotit. Jo me këto dyshime. Unë absolut nuk do ta kisha lidh, pse du kanë tollovit pak punë me një lugë që e ke gjetë makinë. Keni kujdes nga këto gjëra, nga këto dyshime, edhe mendime të gabuara se vërtet munden me ju shkatru pa kur farë, dhe më thënë arsye.